Buxheti i shtetit ka argëtuar 562.5 miliard lek në 9 muajt e parë të vitit, apo afro 33.6 miliard lek ose 336 milion euro më shumë se një vit më parë, duke akumuluar një suficit prej 47.1 miliard lek. Të ardhurat tatimore u realizuan në shumën e 193.7 miliard lek, 23 miliard lek ose 13.5% më shumë se janar-shtatori i vitit 2024. Krahasuar me planin, të ardhurat e mbledhura janë 1.2 miliard lek ose 0.6% më shumë. Të ardhurat nga TVSH e argëtuar neto, të cilat janë tregues direkt i efektit të konsumit dhe turizmit përgjatë këtij viti, u realizuan në shumën 50.4 miliard lek, 7.4 miliard lek ose 17.2% më shumë se në mujori 2024. Të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin u realizuan në shumën 45.3 miliard lek, 1.9 miliard lek më shumë se një vit më parë. Të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale janë në shumën e 63.1 miliard lek, apo 26.7% më shumë se vjet, si dhe 6.2 miliard lek më shumë se plani i periudhës për 9 mujorin 2025. Në përqindje ky është zëri me rritjen më të lartë përgjatë këtij viti, kjo ndikuar nga reforma për nëndeklarimin e pagave. Të ardhurat nga taksa nacionale u realizuan në shumën 34.8 miliard lek, ndërsa nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore u mblodhën 132.9 miliard lek, 14.5 miliard lek ose 12.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2024, si dhe me një realizim prej 104.4% e planit të periudhës. Të ardhurat tatimore të mbledhura nga administrata doganore u realizuan në vlerën e 178.7 miliard lek, 7.5 miliard lek apo 4.4% më shumë se 9 mujori 2024 dhe me një realizim në masën 98.5%. Shpenzimet e përgjithshme publike arritën në rreth 515.5 miliard lek me një realizim në masën 95.7% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ky zë ka rezultuar 15.9 miliard lek më shumë. Shpenzimet kapitale arritën në 56.8 miliard lek, ndërsa krahasuar me 9 mujorin 2024, rezulton 17.6% më i lartë, apo rreth 8.5 miliard lek më shumë. Në raport me planin, ato janë realizuar në masën 85.1%.